Kryeministri në detyrë Albin Kurti ka thënë se Serbia nuk pritet ta njohë Kosovën së shpejti, ndonse më mirë se kurdo më herët e ka kuptuar se është shtet. Ai këtë qëndrim e ka shprehur në një diskutim në shtëpinë e Kosovës në Davos të Zvicrës me ish politikanin britanik Rory Stewart në margjina të forumit ekonomik botror. Nga 400 që i kemi, 3 prej tyre na njohin: Shqipëria, Mali i Zi dhe Maqedonia e Veriut. Serbia nuk na njeh dhe nuk duket se do ta bëjnë së shpejti, edhe pse unë mendoj që ata e kuptojnë më mirë se kurdoherë më parë se jemi tjetër shtet. Realiteti ka ndryshuar shumë. Ajo çfarë kemi nevojë të ndodhë është që ëndra atyre për rikthim në Kosovë të shuhet. Kryeministri në detyrë ka folur edhe për bllokadën institucionale që e ka përcjell Kosovën që nga shkurti i vitit të shkuar. Ai ka thënë se zgjedhjet e 28 dhjetorit nuk kanë qenë synim, por pasojë e mungesës së bashkëpunimit nga bloku opozitar. Kemi provuar gjithçka. Kemi provuar që të takohemi me 1 ose 2 parti opozitare. Njëra nuk dëshironte që të takohemi e tjetra kërkonte kryetarin e kuvendit me vetëm 3 deputet. Dhe atëherë, kur ata nuk e pranuan emrin ton për kryetar të kuvendit, ne e ndryshuam atë disa herë dhe sërish opozitarët u thanë jo. Gjatë qëndrimit në Davos, Kurti të martën ka marrë pjesë edhe në diskutimin e organizuar nga Shtëpia e Shteteve të Bashkuara të Amerikës. Sipas njoftimit nga zyra e kryeministrit, Kurti ka takuar edhe përfaqësues nga Këshilli i Jashtëm për marrëdhënie ekonomike.